Ndonjëherë jeta të çon në një pikë ku gjithçka që besoje fillon të shembet. Jo sepse je i dobët, por sepse e vërteta, më në fund, po të kërkon të zgjohesh. Ekzistojnë 3 periudha në jetën e një empati që janë psikologjikisht shumë të rrezikshme dhe destabilizuese. Këto momente nuk janë të zhurmshme, ata janë të heshtura sublime, nuk vinë me zhurmë, janë të fshehura nën maskën e dinamikave të përditshme të marrëdhënieve dhe situatave, por mos u mashtroni. Këto 3 momente kanë fuqinë të shkatërrojnë plotësisht ndjenjën e identitetit dhe t'ju fusin në modele të braktisjes së vetvetes, modele që mund të zgjasin dekada. Pa një mënyrë të vetëdijshme për t'i përballuar, individët empatik rrezikojnë ose ta humbnin veten tërësisht, ose do të detyroheshin ta mbyllnin ndjeshmërinë e tyre emocionalisht, vetëm për të mbijetuar. Carl Jung i përshkruante disa njerëz si individ me kufi jashtëzakonisht të hollë me subkonsciencës së tyre dhe asaj të tjerëve. Sipas tij, këta njerëz kishin një ndjeshmëri të pazakontë, aftësi për të perceptuar gjëra që për shumicën e njerëzve mbetnin të fshehura. Ata kapnin tensionet emocionale të një hapësirë pa pasur nevojë për fjalë, zbulonin të pavërtetat jo përmes analizës, por përmes diçkaje më instinktive dhe përthithnin emocionet rreth tyre sikur të ishin sfungjer emocional. Carl Jung nuk e romantizoi këtë aftësi, përkundrazi, e shihte si një lloj ekspozimi të rrezikshëm psikologjik që kërkonte strategji mbrojtës për të ruajtur ekuilibrin mendor. Ai vuri re se njerëzit shumë empatik përballeshin me 3 momente kritike, të cilat ai quante kriza të emergjencës psikike. Mënyra se si dikush i kalon këto 3 kthesa përcakton nëse ai apo ajo arrin atë që Jung e quante individuim, formim i vetvetes së vërtet, ose mbetet i apo e ngatëruar në atë që ai e quante identitet i shkrirë me të tjerët. E para, njohja e mungesës së reciprocitetit. Momenti i parë vdekjeprurës që një njeri empatik e identifikon është njohja e mungesës së reciprocitetit. Ky është momenti kur më në fund, me të vërtetë e kupton se empatia që ti e shtrin kaq natyrshëm tek të tjerët nuk po të kthehet mbrapsht. Jo sepse njerëzit janë domosdoshmërisht keqtashës, por sepse ata thjesht nuk e kanë të njëjtën aftësi ose gatishmëri për t'u dhënë emocionalisht ashtu si ti. Ky moment nuk është aq i thjeshtë si të vëresh që dikush nuk është aq empatik sa ti. Kjo mund të ndodhë shpesh. Ky moment vdekjeprurës është ndryshe. Është zbulimi i papritur, shpesh tronditës, se ti ke vepruar në një supozim të rrem për mënyrën se si funksionojnë marrëdhëniet. Ti, në mënyrë të pavetëdijshme, shpesh të vullnetit të mirë, ke besuar se nëse e shpjegon veten mjaftueshëm mirë, nëse kujdesesh mjaftueshëm thellë, nëse jep mjaft mirë kuptim, të tjerët do ta kthejnë këtë natyrshëm. Dhe në këtë moment të parë vdekjeprurës, e kupton me qartësi absolute se kjo nuk është e vërtetë. Nuk ka qenë kurrë e vërtetë. As nuk do të jetë kurrë e vërtetë. Dhe gjithçka mbi të cilën e ke ndërtuar jetën tënde relacionale është me të meta të thella. Jo sepse ata nuk dua, por sepse ata nuk mundnin, dhe kjo kishte qenë gjithmonë e vërtetë. Një shembull që mund të ju rezonojë: një grua kishte kaluar vite në një miqësi të ngushtë ku ajo gjithmonë kishte ofruar mbështetje emocionale pafund, dëgjim të kujdesshëm dhe mirëkuptim të thellë. Një ditë, kur ajo po kalonte një krizë të vërtetë, ajo ju drejtua shoqes duke pritur të njëjtin nivel mbështetjeje që ajo vetë e kishte ofruar gjithmonë. Ajo që mori ishte një përgjigje sipërfaqësore dhe një ndryshim i shpejtë teme. Ajo që e bëri këtë moment vdekjeprurës nuk ishte vetë përgjigja e shoqes, por ajo që ajo i zbuloi gruaja. Kjo dinamik kishte qenë gjithmonë aty. Ajo kishte qenë gjithmonë dhënësja. Shoqja kishte qenë gjithmonë marrësja. Por ajo kishte qenë aq e zënë duke dhënë, saqë kur nuk ishte ndalur të shihte mungesën e plotë të reciprocitetit. Ky moment është vdekjeprurës sepse të detyron të shohësh diçka të frikshme. Ti mund të jesh vetëm në mënyra që kur si kishe imagjinuar. Jo fizikisht vetëm, por psikologjikisht vetëm. Je i rrethuar nga marrëdhënie, por në këtë moment i sheh ato qartë për atë që janë, shumë prej tyre performanca të njëanshme ku ti luan rolin e atij që kupton, mbështet, mban emocionet, ndërsa të tjerët luajnë rolin e atij që merr. Dhe kur e sheh këtë, nuk mund të mos e shohësh më. Kjo është ajo që unë e quaja heqja e projeksioneve. Ti ke projektuar aftësinë tënde për empati tek të tjerët, duke supozuar se ata i përjetojnë marrëdhëniet ashtu si ti, por kjo nuk ishte e vërtetë. Kur këto projeksione bien, realiteti poshtë tyre mund të jetë shkatërues. Por ja çfarë e bën këtë moment jo vetëm të dhimbshëm, por vërtet të rrezikshëm, përfundimet e gabuara që mund të nxirren prej tij. Shumë empat, kur përballen me këtë njohje, bien në 2 ekstreme.
ose kthehen nga vetja duke menduar, unë nuk duhet të jem i denjë për t'u mbështetur, ka diçka jo në rregull me mua, ose mbushen me hidhërim dhe cinizëm duke menduar. Askush nuk është i aftë për empati të vërtet dhe janë të gjithë të ligë apo jo të aftë si ai. Të dyja këto reagime janë forma të fryrjes psikike të ndjekura nga rënia e saj. Ti shkon nga një ekstremi në ekstremin tjetër, njëri duke besuar se mund të krijosh reciprocitet vetëm me forcën e vullnetit dhe tjetri ekstrem që reciprociteti nuk ekziston fare. Asnjëra nuk është e vërtet dhe të dyja mund të bllokojnë në modele shkatëruese. Protokolli i mbijetesës për këtë moment të parë vdekjeprurës është diçka që Carl Jung quaja diskriminim i vetëdijshëm. Një person i individuar duhet të mësojë të dallojë mes atyre të aftë për lidhje reciproke dhe atyre që nuk janë. Është aftësia psikologjike për të njohur nivele të ndryshme të kapacitetit empatik të njerëz të ndryshëm dhe për të rregulluar investimin tënd sipas tyre. Disa njerëz nuk janë të aftë për shkëmbim empatik reciprok, jo sepse janë njerëz të këqij, por sepse nuk e kanë zhvilluar atë kapacitet. Në qoftë se dikush që ti i kishe dhënë gjithmonë vëmendje e kishe dëgjuar me kujdes dhe empati hallin e tij dhe një ditë ti i tregon atij një hall tëndin dhe ai njeri nuk të kthen me të njëjtën vëmendje, nuk të kupton apo ndron tem, ti nuk ndjehesh, sikurse duhet të mundohesh edhe më shumë, ti e pranon të dhënën. Ky person nuk është i aftë ose i interesuar për shkëmbim reciprok. Kjo nuk është gjykim moral. Është thjesht informacion dhe ti e përdor atë informacion për të rikalibruar marrëdhënien. Ti mbetesh miqësor, profesional, i sjellshme, por ndalon se investuari energjinë tënde të thellë empatike aty ku ajo nuk mund të kthehet mbrapsht. Besoja se ky diskriminim i vetëdijshëm ishte thelbësor për mbijetesën psikologjike, sepse patë ti shtërohesh duke u përpjekur të sforcosh reciprocitetin aty ku kapaciteti nuk ekziston, dhe humb marrëdhëniet ku shkëmbimi i ndërsjell i vërtet është i mundshëm. 2. Shpërbërja e vetes përmes akomodimit të pandërprerë. Tani, momenti i dytë vdekjeprurës është edhe më tinzar, sepse ndodh kaq gradualisht. Ti shpesh nuk e vëren se po ndodh, derisa është pothuajse i plodh. Quhet shpërbërja e vetes përmes akomodimit të pandërprerë. Ky është momenti kur e kupton se ke ndryshuar formë për kaq gjatë, ke akomoduar nevojat dhe pritjet e kaq shumë njerëzve, saqë ke humbur se kush je ti në të vërtetë. Dhe në këtë moment vdekjeprurës, dikush të bën një pyetje të thjeshtë si: çfarë do ti, ose si ndihesh ti me të vërtetë për këtë, dhe ti e kupton me tmerr se sinqerisht nuk e di. Kjo është ajo që Jungu e quajti kurthi i personas. Maska sociale, gjë që në moderim është edhe normale, por diçka që Jungu vërejti është se personat empatik shpeshherë dinë të krijojnë disa persona adaptiv që ju përshtaten rrethanave të ndryshme dhe njerëzve të ndryshëm pikërisht nga fakti se ata kanë aftësi të lexojnë situata jashtëzakonisht mirë. Ky moment bëhet vdekjeprurës kur e kupton se e ke humbur fillin e vetes tënde autentike tërësisht. Unë e quajta këtë shpërbërje e egos përmes mbi identifikimit me personën. Ti je persona tani. Nuk ka vetvete poshtë për t'ju kthyer, sepse ke akomoduar për kaq gjatë, saqë akomodimi është bërë i gjithë identiteti yt. Ajo që e bën këtë moment vdekjeprurës nuk është vetëm humbja e vetes, është ajo që ndodh kur përpiqesh ta rimarrësh veten. Sepse sapo e kupton se ke qenë duke akomoduar, instikti yt mund të jetë të ndalosh krejtësisht, të rebelohesh kundër të gjitha mënyrave se si ke ndryshuar formë. Por Jung paralajmëroi se kjo lëkundje reaktive shpesh krijon një tjetër lloj problemi. Ai përshkroi termin e quajtur anantiodromia. Parimi që çdo gjë e çuar në ekstrem do të transformohet në të kundërtën e saj. Nëse ke qenë duke mbi akomoduar, lëkundja reaktive është të bëhesh i ngurtë dhe i pa kompromis. Por as kjo nuk është vetvete autentike. Është thjesht versioni i hijes i akomodimit tënd, po aq i pavetëdijshëm, po aq i shkëputur nga vetja jote e vërtetë. Protokolli i mbijetesës për këtë moment të dytë vdekjeprurës është imagjinata aktive në shërbim të rimëkëmbjes së vetes. Në thelb ti interviston psikën tënde. Ti krijon hapësirë për t'i bërë vetes pyetje dhe pret për përgjigje të vërteta. Jo përgjigjet që mendon se duhet të japësh, jo përgjigjet që do t'i pëlqenin dikujt tjetër, por përgjigjet që dalin nga vetja jote reale. Ti mund t'i bësh vetes një pyetje kaq të thjeshtë si: çfarë më pëlqen mua në të vërtetë? Dhe pastaj të presësh për zërin më të thellë, më të qetë të preferencës autentike. Kjo është më e vështirë se sa tingëllon, sepse ai za autentik ka qenë i shtypur për kaq gjatë, saqë shpesh mezi dëgjohet. Krahasohet me të mësuarit për të dëgjuar një pëshpërim në një dhomë plot të bërtitura.
Do të duhet të thuash jo gjërave të cilave u ke thënë gjithmonë po. Do të duhet të shprehesh preferenca që kundërshtojnë atë që njerëzit presin nga ti. Do të duhet t'i lejosh njerëzit të jenë të hutuar ose edhe të mërzitur nga përgjigjet e tua në ndryshim. Dhe kjo është e frikshme për dik identiteti i të cilit është ndërtuar mbi menaxhimin e rehatisë së të tjerëve. Por kjo punërimarrëse është thelbësore për mbijetesë. Një shembull se si duket ky protokoll mbijetese në praktikë. Je i ftuar në një ngjarje shoqërore. Modeli i vjetër, ai të kënaqurit të tjerëve, do të bënte të thojë automatikisht po, pastaj të harxhoje energji duke luftuar me rezistencën tënde të brendshme, duke u bindur me zor se do ta shijoje, dhe duke shfaqur një entuziazëm që në fakt nuk e ndjen. Protokolli i ri të bën të ndalesh dhe t'i bësh vetes një pyetje të sinqertë: a dua vërtet të shkoj? Jo, a duhet të shkoj? Jo, çfarë do të mendojnë të tjerët nëse nuk shkoj? Por pikërisht, a dua unë vetë të shkoj? Dhe pastaj pret derisa të vijë përgjigjja e vërtetë, e cila mund të jetë po, mund të jetë jo, mund të jetë dua të shkoj vetëm për një orë. Dhe çfarëdo që të jetë ajo përgjigje e brendshme, ti e respekton. Praktikon zhgënjimin e njerëzve kur është e nevojshme. Praktikon t'i lejosh të tjerët të hutohen nga ndryshimet e tua. Praktikon të besosh se marrëdhëniet që ja vlen të ruhen do të përshtaten me vetveten tënde autentike. Momenti i tretë, më i rëndë, është njohja e vetmisë themelore. Është ndryshe nga vetmia që vjen kur dikush nuk të kthen reciprocitet emocional. Këtu bëhet fjalë për çastin kur kupton se, pavarësisht sa thellë të do dikush, pavarësisht sa i sinqert është raporti, ai person kur nuk do ta kuptoj plotësisht përvojën tënde të brendshme. Ekziston një hendek i pakalueshëm mes vetdijes sate dhe atyre të tjerëve. Dhe gjatë gjithë jetës tënde, në një nivel të thellë, do të jesh vetëm brenda mendjes tënde. Për njerëzit shumë empatik, kjo është shkatëruese, sepse ke kaluar gjithë jetën duke besuar se mirëkuptimi i plot është i mundur. Ke punuar aq shumë për t'i kuptuar të tjerët deri në thellësi, ke ndier atë që ata ndjejnë, ke nuhatur atë që nuk e thonë, ke intuitur nevojat dhe motivimet e tyre. Dhe në mënyrë të pavetdijshme ke menduar se edhe ata mund të bëjnë të njëjtën gjë me ty, nëse ti vetëm ua shpjegon mjaftueshëm, ua tregon mjaftueshëm. Ky moment i tretë i rënd është kur kupton se ata nuk mund ta bëjnë, jo sepse nuk duan, jo sepse nuk përpiqen, por sepse natyra subjektive e ndërgjegjes e bën të pamundur që dikush të hyjë plotësisht në shpirtin tënd. Në këtë moment ju lëkundeni nga të besuarit se mund të krijoni reciprocitet vetëm me forcën e vullnetit empatik, të besuarit se reciprociteti nuk ekziston fare. Asnjëra nuk është e vërtetë dhe të dyja mund t'ju bllokojnë në modele shkatëruese. Protokolli i mbijetesës për këtë moment të parë vdekjeprurës është ajo që Jung e quajti diskriminim i vetëdijshëm. Periudha e tretë vdekjeprurëse që identifikova është ndoshta më shpirtërisht dhe psikologjikisht dërmuese. Carl Jung shkruajti, individi nuk është vetëm një qenie e vetme e ndarë, por nga natyra edhe një qenie sociale. Si qenie e ndarë, ai është absolutisht vetëm. Dhe sa më shumë i vetëdijshëm të bëhet për natyrën e tij, aq më shumë kjo vetmi i zbulohet. Njerëzit që e kuptojnë këtë shprehje bien në atë që quhet dëshpërim ekzistencial. Nëse mirëkuptimi i plot është i pamundur, cili është qëllimi i lidhjes? Nëse të gjithë jemi përfundimisht vetëm brenda vetdijes son, cili është qëllimi i marrëdhënies? Disa e përshkruan si të ndiheshin sikur ishin në një kuti qelçi. Ata mund t'i shihnin të tjerët, por kur t'i preknin vërtet, apo të preken nga ata. Të tjerët e përshkruan si të flisnin një gjuhë që askush tjetër s'mund ta kuptonte plotësisht, pavarësisht se sa shumë përpiqeshin ta përkthenin. Ajo që e bën këtë moment të tretë vdekjeprurës është se mund të çojë te ajo që unë e quaja tërheqje psikike. Nëse mirëkuptimi i thellë është i pamundur, pse të provoj? Pse të shtrihesh drejt të tjerëve? Pse të mbetesh i hapur dhe i ecenueshëm? Tundimi është të mbyllesh, të ndalosh së provuari për t'u lidhur, të tërhiqesh në të vetmen vetdije që mund ta njohësh vërtet, tënden. Protokolli im i mbijetesës për këtë moment të tretë vdekjeprurës ishte ajo që unë e quaja pranimi i paradoksit. Pjekuria psikologjike kërkon mbajtjen e paradokseve pa kërkuar t'i zgjidhësh ato. Paradoksi këtu është ky: ti je themelisht vetëm në vetdijen tënde, dhe lidhja e vërtetë gjithsesi është e mundur dhe me vlerë. Të dyja janë të vërteta në të njëjtën kohë. Protokolli i mbijetesës kërkon të ndalosh së provuari ta zgjidhësh këtë paradoks dhe të mësosh të jetosh brenda tij.
Unë e përshkruaja këtë si një zhvendosje nga kërkimi i mirëkuptimit total, te vlerësimi i mirëkuptimit të pjesshëm. Në vend që të shkatërohesh sepse dikush s'mund të kuptoj plotësisht, ti e vlerëson mirëkuptimin që ata munden të ofrojnë. Në vend që të heqësh dorë nga lidhja, sepse bashkimi perfekt është i pamundur, ti i jep vlerë bashkimit jo perfekt që është i mundur. Ti i liron të tjerët nga bara e të kuptuarit të plot dhe e liron veten nga bara e shpjegimit të përsosur. Ky protokoll mbijetese kërkon gjithashtu atë që unë e quajta shoqërim me veten. Nëse në mënyrë themelore je vetëm në vetdijen tënde, duhet të bëhesh shoqëri e mirë për veten. Duhet të zhvillosh një marrëdhënie me psiqikën tënde që është e pasur dhe me shtresa të mjaftueshme për të mbajtur. Ti mëson të vëzhgosh përvojën tënde me interes dhe dëmshuri. Bëhesh kurioz ndaj reagimeve të tua, bujar ndaj luftërave të tua të brendshme, mirënjohës për kompleksitetin tënd. Pushon së braktisuri veten në ndjekje të kuptimit të jashtëm dhe në vend të kësaj ja ofron vetes kuptimin që ke kërkuar nga të tjerët. Besoja se ky shoqërim me veten nuk ishte narcizëm, por nevojë. Kush shikon jashtë, ëndërron, kush shikon brenda, zgjohet. Sepse kur e ke pranuar vetmin tënde themelore dhe ke mësuar të jesh shoqëri e mirë për veten, mund të lidhesh me të tjerët nga një vend i plotësisë dhe jo nga nevoja e dëshpëruar. Nuk po kërkon dikë që të plotësoj apo të kuptoj plotësisht. Po kërkon shoqëri për gjatë shtigjeve paralele, bashkëdhëtar që janë gjithashtu në mënyrë themelore vetëm, por që gjithsesi zgjedhin të ecin pranë teje. Empatia e zbutur, rezultati i mbijetesës. Tek njerëzit që i kaluan me sukses të tre këto momente vdekjeprurse, ata dalin prej tyre me atë që e quajta empati të zbutur. Kjo është ndryshe nga empatia e papërpunuar, e paekuilibruar me të cilën nisën. Empatia e zbutur është empatia e rafinuar përmes zjarrit të këtyre momenteve. Është empati që përfshin vetëm mbrojtje, dallim dhe pritshmëri realiste. Kjo empati e zbutur është më e vlefshme se empatia naive sepse është e qëndrueshme. Kjo empati është selektive. Nuk ua jep energjinë tënde të thellë empatike të gjithëve njësoj. Ka kufi. Qëndron në kontakt me vetveten tënde autentike edhe kur kupton të tjerët. Është realiste. E vlerëson kuptimin e pjesshëm dhe lidhjen e papërsosur duke pranuar vetmin themelore. Besoj se njerëzit që zhvillojnë këtë empati të zbutur bëhen ajo që e quajta shëruesit e plagosur. Shëruesi i plagosur është dikush që është lënduar vërtet, që është përballur me rrezik të vërtet psikologjik, por që e ka shndërruar atë plag në mençuri. Ai mund t'i ndihmojë të tjerët jo nga vendi i optimizmit naiv, por nga një kuptim i fituar me shumë sakrificë. Ai njeh momentet vdekjeprurse sepse i ka mbijetuar atyre dhe mbijetesa e tij ofron një hartë për të tjerët. Nuk mund ta shpëtosh askën. Mund vetëm t'u ndriçosh rrugën me shembullin tënd. Dhe për ta ndriçuar rrugën, duhet së pari t'i mbjetosh errësirës vet. Këto momente që po përjeton, sado të tmerrshme të jenë, janë inicime. Ato të nisin në vetveten autentike, në marrëdhënie realiste dhe në paradokset e thella të ekzistencës njerëzore. Mos u përpiq t'i anashkalosh. Mos e mbi veten. Kaloj me aq vetdije sa mund të përballosh. Dhe nga ana tjetër, do ta gjesh veten të transformuar vërtet. Duhet të kemi besim se kishte kuptim në kaos, se po iniciohesh në diçka, jo thjesht po shpërbëhesh. Kështu që, nëse je në njërin prej këtyre tre momenteve vdekjeprurse tani, nëse po njeh mungesën e reciprocitetit, ose po ndjen shpërbërjen e vetes, ose po përballesh me vetmin themelore, dije këtë, nuk po çmendesh. Nuk je i dëmtuar. Nuk je duke u shkatëruar. Ti po iniciohesh, je në një prag që kërkon të zhvillosh kapacitete të reja psikologjike, dhe kjo nuk është e lehtë për të zhvilluar. Procesi do të jetë i pakëndshëm, ndonjëherë edhe i dhëmbshëm. Por besoj se është absolutisht e mundur të mbijetoje këtyre momenteve dhe të dilje prej tyre më i tërë, më i individuar dhe më shumë vetvetja se sa ke qenë ndonjëherë. Ti mund të mbijetosh këtë. Mund të kalosh përmes këtyre iniciacioneve dhe të dalësh në anën tjetër me empati të zbutur, me vetvete autentike dhe me kapacitet për lidhje të vërtet që nderon dhuntin tënde të empatisë dhe nevojën për integritet psikologjik. Mos haro, ti nuk po shpërbëhesh. Ti po iniciohesh.